Fatkeqësisht edhe sot kemi veteranë të cilët kanë nevojë edhe për kafshatën e bukës. Edhe sot kemi veteranë që nuk kanë kulm mbi kokë. Edhe sot kemi veteranë që kanë nevojë për ndihmë. Edhe sot kemi veteranë me raste që janë raste sociale. Edhe sot kemi veteranë që janë në prag të vetvrasjeve. Edhe sot kemi veteranë që janë në skajshmëri ekonomikisht të varfër. Edhe kush çka është duke bërë për ta. Liria, emri liri apo karakteri i personazhit liris, realisht është gjithë ajo që kam dashur të them. Gjithçka është e cunguar në rast se nuk e kemi lirinë e plotë. Liria jon, edhe si personazh, po dhe liria e përjetshme pas çlirimit të Kosovës, që do të duhet edhe do të duhej në forma të ndryshme të kultivohej, të mbrohej, të ruhej. Jam shumë i sigurt që ky emër do të lakohet përjetësisht në këto troje dardane, në këto troje të Arbërisë. Betimi jonë i ushtarëve të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës nuk ka qenë pavarësia e Kosovës, por bashkimi kombëtar. Edhe unë jam shumë i sigurt që gjeneratat e reja do të punojnë këtë drejtim për një bashkim. Bashkimive që në fakt ka ndodhur sot lëvizim lëshëm, vizitojmë vendet. E përmendëm në fillim të bisedës që keni bërë një gërshetim të jetës së krijuesit letrar, po ashtu edhe një luftëtar i lirisë. Po ashtu edhe në romanin e juaj shohim një gërshetim të kujtimeve dhe rrëfimeve me dhimbje dhe krenari. So keni mundur të ndërthurni këtu mes vete dhe t'ju jepni tipare artistike letrare. Ka qenë e vështirë, thash, jam emocionu shumë herë, kam lënë punën në gjysmë, ka pas kohë që në mesin e natës ose pas mesin e natës për emocioneve kam ndërprer shkrimin, pas që kam pushu jam mundu me vazhdu realisht emocionet, nuk më kanë lënë që originalitetin ta qes në letër. Megjithatë ja kam dalë ta bëj një përmbledhje edhe një mesazh nëpërmes asaj që kam shkruar që lexuesi ta kupton. Ta kupton vlerën e varrezave dëshmorëve, ta kupton vlerën e lapidarëve, ta kupton angazhimin e luftës shqiptare edhe ta kupton detyrën e vet si trashëgimtar pas luftës shqiptare. Zoti Sylla, letërsia dën krim estetik, ndërtohet mbi figuracionin artistik, edhe pse mirë tematika nga realiteti që e përmendëm, prap kërkon një figurshmëri, kërkon një ndërtim estetik, ndërtim të bukurës. So keni mundur të arrini në këtë drejtim që përjetimet, kujtimet e juaja t'i ktheni në vlera artistike? Ka shumë vlera artistike, megjithatë jam mundu që t'jam në shumë raste dhe në shumë kapituj origjinali. T'jam vetvetja dhe të paraqes një realitet dhe mos të shmangim asaj çka është këndoshtuar. Ka vlera letrare, ka vlera artistike, ka muzë, ka gjithçka. Është një gërzhetim jashtëzakonisht i mirë, s'paku mu m'pëlqen edhe për mu është si fëmia im ky roman. Edhe botimi i tij ka qenë sikur lindja një fëmie për mu. Dhe prap do të qëndroj prapa çdo vargu, prapa çdo fjale, sepse qëllimi jam nuk o kanën që të lë një gjurmë pas, po të nxiti të rinjet që të bëjnë diçka më shumë e ke mundësi. Fatkeqësisht duke ikur i reales, kam potencial që fatkeqësisht edhe sot kemi veteranë të cilët kanë nevojë edhe për kafshatën e bukës. Edhe sot kemi veteranë që nuk kanë kulm mbi kokë. Edhe sot kemi veteranë që kanë nevojë për ndihmë. Edhe sot kemi veteranë me raste që janë raste sociale. Edhe sot kemi veteranë që janë në prag të vetvrasjeve. Edhe sot kemi veteranë që janë në skajshmëri ekonomikisht të varfër. Edhe kush çka është duke bërë për ta. Ky roman besoj që do t'i nxit të rinjet, besoj që do ta nxitu njën e studentëve dhe OJC-t që të bajnë hapa konkret e t'ju dalin në ndihmë. Ju e dini shumë mirë sa vetvrasje ka ndodhur në Kosovë për shkak të gjendjes emocionale dhe shpirtërore dhe për shkak të gjendjes së vështirë ekonomike. Prandaj ne duhet më në fund t'i hapim rrugë vetes, t'i hapim sytë institucioneve tona që fatkeqësisht që 26 vjet asnjë hulumtim
Kur tham asnjë, tham sinqerisht, asnjë hulumtim shkencor nuk është bë për gjendjen emocionale dhe sociale të bashkëpunëtorëve të luftës të ushtishmëtarë të Kosovës. E kjo është për keqardhje. Kjo është për keqardhje që institucionet tona nuk janë gjendje me ba me themelu një institut të cilët do të mirën me fatin e tyre.